Uli! Fuqindezëse, ai fitoi garën e 500, sikurse tha se do ndodhte. Do doja të dedikoja këtë fitore vëllait tim të vogël Çakut. Po ju a them, të fitosh garën e 500 është vërtet një arritje shumë e madhe. Është njësoj sikur të ngjitësh malin më të lartë edhe më në fund të arrish majën. Do ishte shumë bukur të fitoja një trofe të tillë. Base mundesh, por duhet të punosh fort dhe të praktikohesh si Rauli. Do praktikojmë çdo ditë, babi. Tani, po shkoj t'ju tregoj shokëve të mi lajmet e mrekullueshme. Juhu! Dhe pastaj Rauli u fut në kursinë e brendshme. Vrum! Dhe pastaj te kursia e jashtme. Vrum! Fitoi garën. Faleminderit për të regji. Kisha frikë se nuk do më gjeje dot aty poshtë. Çaka, ti e di që mund të gjej çdo gjë në çdo vend. Po çfarë mori Rauli me që fitoi garën? Kjo është pjesa më e bukur. Ai mori një trofe të madh të shëndritshëm, po te regjiun mund ta zinte aty brenda. Vërtet? Me siguri do ishte e papartë të fitoje trofe, nuk kanë fituar kurrë ndonjë. Ne jemi ende fëmijë, ende të vegjël po të regji. Një ditë do kemi edhe ne mundësi për të fituar trofe si Rauli. Do doja të mos na duaj të prisnim. Mbase nuk duhet të presim. Fuqindezëse, po si kur të ndërtojmë trofeun ton? Po! Ide e bukur! Le ta bëjmë këtë! Ju lumë që të gjithve, kam vendin e përsosur për të në servis. Çfarë? Unë kujtova se mund ta merja me vete në shtëpi. Jo, kam vendin e përsosur për të në dhomën time. Edhe unë, por është vetëm një trofe. Kush do ta mbaj atë? E po, ne japim trofeun atij që është më i miri. Sikurse Rauli ishte garuesi më i mirë në garën e 500 që ai fitoi. Edhe ne mund të bëjmë garën tonë. Fituesi merr trofeun. Shumë mirë, po! Mirë, pra, ortak. Zini vendet, bëuni gati, nisuni! Johu! Vetëm ti dhe unë, ortak, le të fitoj kamionin më i shpejt. E po mirë i madh, them se do e fitoj unë. Parikim turbash të kuqe, unë fitova! Ishe me të vërtet i shpejt. Urime, Çak. Faleminderit. E po, me që jam e miri, më duhet mua të marr trofeun në shtëpi. Pa prit një moment, Çak. Ti ishe më i miri në pistën e shtruar, po në ndonjë lloj gare tjetër. Ti ke fundit, unë jam projektuar për të ecur në gjëra me gunga. Unë them që të garojmë përsëri, kësaj radhe për rreth kodrave të varrezës së pjesëve. Por, Është shumë e drejtë, Çak. tek varreza e pjesëve. Zini vend. Bëhuni gati. Shkojmë! Nuk mund, të kontrolloj, timonin, Wow, jam gati, duke... Kujdes! Pastrim në rreshtin e parë. Hasta la vista, amigos. Fitova! Do ta marr unë trofeun. Jo ka shpejt, ti fitove një garë, edhe unë fitova një garë. Jemi barazim. Dhe faktikisht, asnjë nga ato gara nuk ishin të ndershme. Unë jam goxha i shpejt, por me gomat e mia jam më i mirë për të shkuar rreth e rrotut dhe mbi e poshtë gjërave. Nuk kishte pengesa në ato gara që bëm. Mirë, bëjmë edhe një garë. Do bëjmë një garë me pengesa tek pista e baltës. Shkojmë tani. Mbarova fare. Jeni të gjithë gati? Përgatituni dhe ju! Wow! Po! Dhe
problem se unë jam më i miri nga të gjithë. Jam duke ardhur, do jem aty. Diema? Ej, Diema! Por ne të gjithë e fituam nga një garë. Gara ime ishte një garë e vërtet. Unë mendoj se ishte imja. Diema, të gjithë fituam garën ku ne jemi më mirë. Për të zbuluar kush është më i miri, duhet të bëjmë edhe një garë tjetër. Një që ka pengesa, gunga dhe ktesa të forta. Apo jo, po të regji? Po të regji? Jam këtu! Faleminderit, Diema. Them se nuk jam i miras në garat me pengesa. Nuk ka problem. Ne do të bëjmë edhe një garë tjetër, që ta marrim vesh një herë mirë kush është më i miri. Nuk e di çak, nuk fitova asnjë nga garat e tjera. Në fakt dola i fundit tek secila. Nuk mund të dorëzohesh po të regji. Babai im thot për të bërë më i miri është të punosh shumë dhe të praktikohesh. Unë punoj shumë dhe praktikohem shumë, por nuk jam i mirë me pengesat. Dhe as në shpejtësi, bëjeni ju Dima garën e fundit. Unë thjesht do ju shoh. Jo, pra po të regji. Dhe jetë më qef nëse garon edhe ti. Po, nuk është njësoj pa ty, po të regjiu. Po, sigurisht, duhet të garosh. Jo, nuk ka problem. Shihemi kur të mbaroni. E po, nëse je i bindur, mirë pra Diema, dhe të rregullojmë pistën. Një xhiro tek pista e shtruar, një xhiro tek pengesat e pistës me lut, dhe xhira e fundit tek varreza ku garuesi më i mirë merr trofeun. Në përvend e bëni gati nisuni! Ma ishte këtë! Kam ngecur, më ndihmon? Gërmua sa mund të... E po mirë atëherë. S'ke për të marrë! Unë do fitoj. Jo, nëse nuk t'ju lë unë. Kush fitoi? Çfarë ndodhi? Jo, trofeu! Rati kunë për ato pjesë. Nuk e shoh. Asun. Do na duhen orë të tëra për ta parë në ato pjesë. Nuk kemi për ta gjetur trofeun në të gjithë këto gjëra. Ishte kaq i papar. Tani është zhdukur. Them se asnjëri nuk ka për ta mbajtur atë. E dini çfarë? Basa ne u merakosëm shumë për atë trofe. Çfarë do të thuash, Çak? E po, unë doja shumë të isha më i miri patjetër dhe të preva rrugën gërmues. I madh, të kalova pa ndaluar kur kërkova vendim. Një shok nuk vepron kështu. Më falni. Them se të gjithë bëm gjëra që nuk ishin dashur të mira. Kërceva mbi ty dhe gërmuesin sepse doja t'ju mundja të gjithëve. Më falni miq. Ishim kaq të vendosur për të mundur njëri tjetrin, saqë harruam të trajtonim miq. E po, si miq. Hej Diema. Hej po të regji. Shikoni Diema, them se provuam që askush nuk është më i miri dhe që të tre ne ishim të mirë në diçka. Base jemi më të mirë pa trofeun. Ja, kush trofeu, Diema? Po të regji. E gjete. Ju Diema e meritoni. Secili prej jush është i mirë në gara. Sigur të isha dhe unë i mirë për diçka. Po të regji, por ti je i mirë për diçka. Por unë humba çdo garë. Po, por ti e gjete trofeun. Askush s'do ta bënte këtë që bëre ti. Je më i miri. Ja, jam unë. Da. Unë tani do t'ja jap këtë trofe, po të regjiut, që është më i miri në gjetjen e gjërave. Jo! Po si Diema, po. Jam i nderuar. Ti e meritove po të regji. Hej, unë kam një ide. Dajmë në grupe dhe luajmë ku ka fshehti. Dua të jem në ekipin e Potterigjiut. Është i Zoti. Unë dua të jem në ekipin e Potterigjiut. Jo unë. Give me a mountain to climb and watch me do it. Yeah. Any day, any time. You know I'm up to it. I got what it takes to come through. 'Cause there's nothing.
sot po e di që ke vërtet gomat dhe si një kamion zjarri, unë e kuptoj. Ashtu është shoku, kjo është hera e 3 që na e kalove sot. Sot është dita që do e thyej rekordin tim për kohët më të shpejta rreth pistës. Mund ta ndjej. Dora ime praktike më lejon të bëj shumë gjëra, por ajo nuk më bën të eci më shpejt. Pyes veten, si është të jesh aq i shpejt sa ty, Orçak? Ju Djema jeni goxha të shpejt. Fuqi ndezëse. Pyes veten, si është të mos jesh i aftë për të shpejtuar shumë. Ja me nxehtim, jepi. Unë urrej të pres. Shkojmë. Kujdes! Çfarë ishte kjo? Wow! Kjo ishte ajo gjë që të pengoi Çak? Mendoj se po. Shumë nga garat e kanë prishur këtë pjesë të pistës dhe kjo po çahet. Besoj që shiu i nxehti dhe i ftohti e kanë për më keq. Moti mund të ndikojë në rrugë dhe t'i bëj ato më të dobta. Po, nëse kjo nuk rregullohet së shpejti, do bëhet më e madhe dhe më e thellë. Dhe detyrimisht do të bëhet një copë e rrezikshme e hequr nga rruga. Një grop. Po, nuk do ketë më gara në këtë pistë për një kohë të gjatë. Hey, ku po shkon, Boomer? T'ja them prindërve të tu që të sjellin një kamion që do hedh asfalt në këtë çarje dhe një tjetër kamion që do ta shtyp sipër që ta sheshoj. Atëherë do na duhet të prisnim përgjithmonë për të garuar përsëri këtu. Mendoj se vërtet mund ta thyej rekordin tim sot. Unë nuk mendoj se është një ide e mirë. Unë them se po. Jani Djema është thjesht një çare vogël. Mund ta rregullojmë vetë. Praktik, ti duhet të kesh ndonjë gjë që ta përdorim për të rregulluar këtë, apo jo? Sigurisht që kam. Kam një çelës. Hapuni që të gjithë. Nuk mund ta shtrëngoj të çaren më shumë, por nuk ka problem. Kam diçka akoma më të mirë. Kam një palë pinca. Shtyhuni që të gjithë. E përse duhet të shtyhemi? Ai po përdor thjesht një palë pinca. Base ka frikë se mos na godet. Mirë. As pincat nuk e mbyllin të çaren. Prisni, e di që kam diçka mu këtu. Prisni, them se diçka zgati. Ja. Dhurata ime e ditëlindjes ishte te kjo vitin që kaloi. Çfarë bën gjithë kjo copë letra këtu? S'ka rëndësi, është ajo që na duhet për të mbushur të çarën. Ashtu është? Mrekulli, gati për garë. Çak, s'mendoj se është mënyrë e mirë për ta rregulluar. Nëse i themi mamit dhe babit tënd dhe presim kamionet riparues, mund të garojmë sërish që nesër madje. Është shumë gjatë për të pritur. Kam një thyerje rekordi me vete tani. Jani bëjmë një super xhiro, Djema. E shikoni, do është pak më gungë, për na akoma mund të garojmë këtë. Kujdes, Djema! Wow! Tani e çara është përfundimisht një grop. Po, duket thuajse si diçka që unë do gërmoja. Tani e kemi bërë më keq. Duhet të prisnim derisa të ishte rregulluar e çara. Të prisnim? E gjitha kjo do më ndaloj të thyej rekordin tim. Ne ende mund të garojmë. Si? Djema, nuk duhet ta rregullojmë gropën. Thjesht duhet ta shmangim. E mbani mend çfarë thot gjithë një vëllai im Rauli, kamioni më i famshëm? Gjatë për rreth dhe për mes. Kamionët ecin, shohin dhe veprojnë. Dhe cila është pjesa e parë e thënies? Gjatë? Pikërisht. Well, there's always a way to solve a problem or to get things done. Just take some thinking and a little hard work. A little hard work. Well, there's always a way, even when you're sure that there isn't one. Stop and look it over
do të jetë ura e përsosur që ne të garojmë mbi të. S'mendoja se do të funksiononte, por me sa duket funksionoj. Thjesht jam i lumtur që e bëm shpejt. Jam ende në Super Giro për të garuar. Po çfarë po presim atëherë? A nuk është më mirë se të rrinim kohë pa për gjë dhe të pristim disa kamion për ta rregulluar këtë grop? Fuqi ndezëse! Mirë pra djema, le të vendosim copat e metalit rreth gropës dhe të vazhdojmë të garojmë. Çak, trarët mbajtës kanë rënë shumë. Do të ishte shumë më mirë që të garonin mbi metal, që të mos mbante peshën tonë. E po mirë, i kthehemi thënies Raulit. Cila është pjesa e dytë? Gjatë, përreth dhe përmes. Përreth! E gjete, do i bjem përreth gropës. Çak, nuk mund të presim. Boomer, nëse ka një gjë që nuk më pëlqen fare, është pritja. Të çojmë shasit tona tek vendi i pjesëve. E di se çfarë na duhet. Shumë mirë. Kjo do na mbajë në rrotullim shumë mirë. Gati në vend të nisuni. Hej, s'është e drejtë. Mirë, më në fund, ja ku jam, gati për rekordin tim garues. Kapi ata, Çak! Po, mund t'ja dalësh! Rondele gangstere! Jam shumë pranë për të ndaluar! Ua! Kjo ishte shumë afër! Tani gropa është praktikisht një kanal. E shikoni, nuk kemi se si të garojmë në këtë pistë. Mund t'ja themi prindërve të tu tani, Çak? Them se dua t'ua themi. E po me sa shoh kjo është goxha grop. Për të rregulluar këtë do duhet një ekip i tërë për ta riparuar të gjithë vendin. Me sa duket kjo pjesë do rrihet e mbyllur për rreth një javë. Mami, babi, më falni. Doja shumë të vazhdonim garën saqë mendova se mund ta rregullonim gropën, ose të vazhdonim derisa unë ta thyeja rekordin tim. Në fakt, e bëra më keq dhe tani askush nuk mund të garoj. E po mirë, ky është një mësim i mirë për ty, Çak. Donjëherë një pritje e vogël tani do të thotë shmangje pritjesh të mëvonshme. Ti duhet të presësh për thyerjen e atij rekordi. E di. Mos u mërzit kaq shumë, zoti makineri. Pista gjithsesi kishte nevojë për riparim. Thjesht do na duhet ta bëjmë pak më shpejt nga që mendonim. Besoj se është gjë e mirë, por çfarë do të bëj ndërkohë që pres? Unë do mërzitem shumë. Çak, miku im, të presësh nuk do të thotë gjithmonë të mos bësh asgjë, apo jo? Po, Çak, e kemi një pistë tjetër këtu, e mban mend pistën me Luc. Karik im turba shtokuqe, ke shumë të drejtë, Boomer. Unë e harrova fare. Isha shumë i zënë duke gjetur mënyra për të qëndruar në këtë pistë, saqë nuk mendova për gjëra të tjera që mund të bëjmë. Fuqi ndezëse! Wow! Fantastike! E dini cila është pjesa më e bukur e kësaj piste? Jo! Jo? Këtu, gropat e rrugës nuk kanë rëndësi. Janë thjesht pjesë e qefit. Çak, nuk është e sendve. Më falni zotëri, thjesht po vija re një vizatim të bukur të një ndërtese. Ke shumë të drejtë. A të pëlqejnë projektet e mia, ë? Projektet?
Këto janë planet që kamionët të ndjekin për të ndërtuar ndërtesat. Unë gjithmonë shoh projektin përpara se të nisem në vendin e ndërtimit, që të ndjek planin ndërkohë që punoj, kupton? Duhet ta ndjekësh planin eksaktësisht? Eksaktësisht. Nëse nuk I ndjekim planet siç janë vizatuar, ndërtesa mund të bëhet gabim. Mund të dalë shtrëmbër ose të pikojë në shi ose e keqja më e madhe edhe të shembet. Mirë, ndërtoni një mur aty. Shumë mirë, por duhet të jetë më gjatë. Le të shtojmë edhe 4 kate. Oh jo, prit një minutë. Fshihni disa nga këto kate. Nxitoni. Oh, tani më mirë. Kulla Çak tani është e hapur. Tani, më duhet të shikoj vendin e ndërtimit. Shihemi Çak, pafshim Holly. Mirupafshim. Wow, ato projekte janë të papara. Duhet vërtet të bësh një plan të përsosur dhe asgjë të mos shkojë keq. Me qëra fjala tek planet, sapo mora një letër nga vëllai yt I madh. Ai ka në plan të vinë në shtëpi për vizitë. Vërtet? Rauli do kthehet në shtëpi? Fuqindezëse! Sapo më erdhi një ide e mirë, mami. Duhet të bëjmë një festë të madhe për Raulin. Kjo është një ide e mirë. Të shohim. Do na duhet të marrim dekorime dhe si thua për disa lojra. Mbaje veten, mami. Po mendoja që do e planifikoj vetë fare këtë festë. Dua të jetë e veçantë, për t'i treguar se sa I rëndësishëm është ai për mua. Të kuptoj, zemër. Kjo është shumë e ëmbël, zoti makineri. Jam e sigurt që Rauli do nderohet. Do të jetë shumë e bukur, por për ta bërë ato të përsosur, duhet të kem një plan të përsosur. A je I sigurt që nuk të duhet ndihma ime? Jo, mund ta planifikoj me shokët e mi. Do marr edhe praktikun që të jetë asistenti im. Faleminderit për që nuk më ndihmove, mami. Je I mirë pritur? Unë erdha në shtëpi. Shkemi. Mami. Babi. Çak. Ura! Mirë se erdhe në shtëpi. Kemi shpirt. Është një festë surprizë për mua, karikim turbo të kuqe. Po shkon çdo gjë siç e kam planifikuar deri tani? Tullumbacët, në rregull. Brohoritja e misardhjes, po. Deri tani mirë. Tani është koha për fjalim. Miq, kamion dhe veçanërisht Rauli. E kam planifikuar këtë festë mirëseardhje në shtëpinë që të jetë e përsosur. Sepse, dua të sigurojmë që Rauli do ta pëlqejë atë. Çak, ti e planifikove të gjithën këtë? Po duhet të kesh punuar vërtet shumë. Puna e madhe nuk është asgjë, siç thua dhe ti gjithmonë, sipër, për edhe për mes. Kamionët ecin, shohin dhe veprojnë. Po, gomat lartë. Po atëherë le të festojmë njerëz. Mirë praktik, si vazhdon plani im? Koha për lojën tonë të parë. Muzikali I pikave të parkimit. Kjo është që të gjithë për aq kohë sa luan muzika, jepini makinës, sepse kur të ndaloj muzika, duhet të parkoni. Ai që ngeli fundit skualifikohet, siç janë edhe rregullat e lojës. Më vjen keq, u eliminove. Nuk ka problem. Mami im thot gjithmonë që është e vështirë të gjesh një vend parkimi. Tani e di ç'do të thot. Dhe ne do e heqim një pikë parkimi. Mirë, Holly, tani ndize prap muzikën. Mirë pra të gjithë, ja ku po fillojmë. Ups, prisni. Më lini të shoh nëse mund ta bëj radio të punoj më mirë. Oh jo, mami, çfarë po ndodh? Kjo nuk ishte pjesë e planit. Hey, kjo është argëtuese. Shiko, unë po bëj robotin. Mami, kjo është e gabuar. Fike atë, fike. Çfarë ndodhi ashtu? Lëre të vazhdoj. Më vjen shumë keq për të gjithë. Kjo nuk duhet të ndodhte. Shpejt praktik, le të nisim lojën tjetër në plan. Dakor, Çak. Dalesa tjetër, duhet të vendosni targën në parakol. Më vjen keq Rauli, por mos u shqetëso. Loja tjetër do shkoj siç e kemi planifikuar. Ta premtoj. Në këtë lojë
kushdo që e vendos targën afër parafangos, fiton. I vetmi problem është se duhet ta bëni ato me së mbyllur dhe të trullosur. Oh, në rregull. Unë mund ta gjej kamionin. Unë them se ai është pikërisht këtu. E gjeta. Jo sakt, djalosh. O, baba, më falni zoti babi Çakut. Nuk ka problem, Soku. Jepi po të regji, e ke ti radhën. Po, e di saktësisht se ku është. Ups, e godita shumë fort? Jo, kjo nuk duhet të ndodhte. Nuk ka asgjë, them se e ka pa Çak. Ja ku jemi, gjithçka në kontroll. Kjo nuk ishte pjesë e planit tim. Më fal, Raul. Nuk ka gjë Çak. Nuk është për të qeshur. Loja u prish. Shiko, le të shkojmë të gjithë tek toka e provave për lojën tjetër. Gara e 7 gomave. Premtoj se kjo do të shkojë eksaktësisht siç e kam planifikuar. Shpresoj. Mirë pra njerëz, rregullat janë të thjeshta. Secili ekip është i lidhur krah me krah dhe duhet të zbuloni si të udhëtoni së bashku. Ekipi i parë që arrin tek vija e mbarimit fiton. Në vende, bëni gati, nisuni! Po humbasim kontrollin! Wow! Wow! Po tani çfarë? Edi, ktheu mbrapsht. Zemër, jemi shumë brapa. Nga dalë dhe qëndrueshëm fiton garën e dashur. Për pak shpëtuam. Çfarë ndodhi kështu? Mendoj se goditëm diçka. Hey! Mos, them se zoti i ngadalë dhe i qëndrueshëm duhet të frenonte. Kjo është festa më e keqe në botë. Kisha planet e përsosura dhe asgjë nuk shkoi siç mendoj të shkonte. Them se duhet të shkojmë të gjithë në shtëpi. Më vjen keq, Rauli. Ti meritoje festën më të mirë. Çak, prit. Merrem unë me këtë, mami. Ç'kemi, Rauli? Unë them se ti duhet të jesh vërtet i zgënjur, a? Doja që festa jote të ishte e përsosur dhe të gjitha planet e mia u prishën. U prishën? Nuk ka mundësi, Çak. Kjo festë ishte e mahniqshme. Nuk do të thuash se të mërshme? Çdo gjë që mund të shkonte keq, shkoi keq. Shiko vëlla i vogël, ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu siç i planifikon. Mund ta thuash me siguri. Por pjesa më e bukur e festës për mua ishte kur ai kamioni i madh rrëshkiti dhe të gjithë i shkonin nga mbrapa, edhe nuk mundën ta kapin. Po, them se ajo ishte për të qeshur. E po ashtu si e mendoj unë, askush nuk mund të planifikojë që të ndodhë një gjë aq gazmore. Po edhe muzika që ngeci gjatë parkimit tonë në servis apo jo. Edhe unë nuk do e harroj kur Sokun dhe Praktikun me kthimin e tyre mbrapsht. Po, dhe Praktiku tha, më duket që përplasëm diçka. Pra e shikon se çfarë dua të them vëlla? Mbase ke të drejtë, Raul. Ndoshta po përpiqesha t'i bëja gjërat shumë të përsosura. Pra si thua atëherë? Si mendon sikur kjo festë të vazhdoj dhe për pak, ë? E po mirë! Mua më vjen shumë keq dima. U zgënjeva shumë që planet e mia nuk funksionuan. Por Rauli më tregoi se mund të bësh qef edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç e kisha pritur. Nuk ka gjë, Çak. A do luajmë përsëri vendos targën e kamionit? Mirë, mund të luajmë. Ose mund të luajmë kap kamionin e rratisës. Po, le ta kapim Ndoshta festa nuk ishte e përsosur vëllaçko, por ishte festa më e bukur në të cilën unë kam qenë ndonjëherë. Faleminderit. Kamioni pari. Jo, nëse unë të kap ty fillimisht. Kap kamionin e rratisës. Give me a mountain to climb and watch me do it. Yeah. Any day, anytime. You know I'm up to it. I got what it takes to come through. 'Cause there's nothing I